Sërish së bashku në studio dhe tash ka radhën edhe mysafirja për sot. Mysafirja jonë në fakt për sot është Albulina Karaga, me të cilën do të flasim mbi ambasadën e parë për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve. Themi kështu me gjashi dhe në veçanti do ta kemi temë diskutimin edhe doracakun e publikuar së fundmi për gazetar nga ana e tyre. Albulina, mirëmëngjes, mirë se na jeni. Mirëmëngjes dhe mirë se ju gjeta. Faleminderit shumë për ftesën. Gjithmonë i keni dyrë të hapura kur ka gjërat bukura dhe kur ka gjërat mira për të folë, si që është edhe ky doracak i sotëm, po përpara se të vjojmë me bisedën për doracakun, do doja të di ta njoftojmë në fakt publikun pak me organizatën dhe qëllimin e kësaj organizate. Ambasada e parë për fëmijë në botë me gjashi ekziston që nga viti 1992. Ka kohë që jemi në teren dhe për qëllim dhe për vizion kemi të krijojmë një botë më të drejtë, më të vlefshme për gjithë fëmijët. Varësisht se si ka qenë konteksti që nga themelimi i organizatës sonë e tutje, veprimtaria mbase ka ndryshuar, jo veprimtaria e cërë, po aktivitetet mbase ka ndryshuar, me gjitha të misioni dhe vizioni i organizatës ka ngelur i drejtë, që të promovoj dhe të mbroj të drejtat e fëmijëve dhe të krijoj kontekst në të cilin do të promovoj kulturën e padunshmërisë dhe kulturën e paqes. Sa kohë ka që ekziston në kjo ambasadë në vendin tonë? Ekzistojmë që nga viti 1992. Me thënë, fillimet filluan me krizën e luftës në Bosnjë, dhe në fillim ishte një aksion ad hoc i themeluesve ta, nuk ishte ideja që të krijohet organizat, të regjistrohet. Megjithatë, aso kohë u pa më arsyeshme dhe më e nevojshme që të regjistrohet si organizat dhe pastaj në kuadër të kësaj organizate të veprohet. Do doja pak të njoftojmë edhe mbi atë se cilat të drejtat e fëmijëve në fakt mbron kjo organizat, kjo ambasadë. Kjo ambasadë vite me radhë ka punuar në avokim dhe në lobim që konventa për të drejtën e fëmijës të ratifikohet nga Republika e Maqedonisë dhe kjo është bërë moti kohë dhe ajo që bën vazhdimisht është monitoron se si është gjendja dhe përpiqet të ofrojë shërbime të drejtë për drejta për fëmijët në nevojë. Domethënë nuk punojmë për të drejta specifike, por kemi parasysh të gjitha të drejtat e fëmijëve të cilat i garanton kjo konvent dhe i garanton shteti ynë me ligj të paktën. Pastaj sa zbatohen është punë tjetër dhe këtu hymë ne që të monitorojmë se si është gjendja, cilat të drejta shkilen, çfarë mund të bëjmë për këtë gjë shumë me radhë. Kështu që ne nuk kemi institucion shtetëror, edhe nuk kemi mandat të bëjmë zgjidhjet, po të paktën mund t'i detektojmë dhe mund të bëjmë zhurmë, ta quajmë, që gjendja të rregullohet. E si është gjendja momentale këtu? A ka ndoshta numër të madh të fëmijëve që keq trajtohen apo marrëvetohen nga ana e prindërve familjarëve të tyre? Për fat të keq, vazhdojmë akoma të jemi dëshmitar të rasteve të dhunës, megjithatë nga viti në vit format e dhunës ndryshojnë. Për shembull, ato që thonë themeluesit tanë në fillim kur kanë nisur me punë përpara 20 e ca viteve, të drejtat e fëmijëve njerëzit i kanë përqeshur. Ja, drejtat e fëmijëve, me fëmijën tim bëj çfarë të dua. Megjithatë ne kemi arritur si shoqëri në një shkallë ku të drejtat e fëmijëve as nuk janë çudime, edhe kanë hyrë në diskurs publik, kanë hyrë në jetën e përditshme dhe kanë më shumë peshë. Për shembull, për punën e organizatës sonë dhe për të drejtat e fëmijëve, si dhe për punën e organizatave të tjera, tashmë ka hyrë në për librat për dituri natyre dhe shoqërie në mos gabohen, të paktën unë kur mësoja ashtu i quaj. Kështu që tani fëmijët edhe në procesin shkollor, edukativ arsimor, mësojnë se ju takojnë të drejta dhe se si t'i kërkojnë të njëjtat. A ka raste ndoshta që kanë ardhur paraqiten deri tek ju si ambasadë, ndoshta jo fëmijët sepse nuk është se dinë ndoshta mbi këtë ambasadë, po dikush i afër me ndonjë familje që ka ardhur të shfaqë në ndonjë rast? Na ndodh shpesh, nga që në kuadër të organizatës sonë ne kemi linjë SOS për të rinj dhe fëmijë, edhe njëjtë, edhe me linjën SOS, ajo ka më shumë se 20 vjet që ekziston,
fillimisht kanë marrë në telefon fëmijë me halle adoleshence, me simpatia që të këshillohen. Megjithatë, natyra e thirrjeve nga viti në vit ndryshon. Tani kemi më shumë lajmërime të rriturish, edhe në ambasadën tonë drejt për drejti, kryesisht vinë të rritur, por që raportojnë rast që ka të bëjë me shkelje të drejtës fëmijës. Diken të afërta, po diken që njojnë të cilit i ndodhë diçka e tilla, apo jo? Po, edhe rasti mund të ndodhë brenda familjes, mund të ndodhë në institucionin shkollor, ku mëson, do të thënë ka raste të ndryshme, nuk ka rregull se për çfarë vinë. Nga rasti në rast ka dallime. Po ajo që vërejmë kohëve të fundit është se rritet numri i familjeve të cilët kërkojnë ndihmë humanitare. Do thotë varfëria e cila është dhunë në vetë, është dhunë strukturore vetvetiu, është në rritje e sipër dhe këtë e shohim me numrin e rasteve të cilat vinë në ambasadën tonë dhe kërkojnë ndihmë. Ka organizime dhe gjëra të ndryshme që ju si ambasadë organizoni në vazhdimsi. Më të regoni diçka rreth këtyre aktiviteteve? Do me thënë, ambasadën tonë ka shërbime të drejtë për drejtë, që pavarësisht po që se ka projekte apo nuk ka, ne përpiqemi ato ti mirëmbajmë dhe ti mbajmë gjallë, qoftë në baza vullnetare apo si të qoftë, por këtë e kemi një lloj misioni bazë, që linja SOS të punoj, që të ketë këshillim juridik falas. Kjo nuk do të thotë se ju ofrojmë avokat, po të paktën ju japim udhëzime se çfarë masash ligjore mund ndërmarrin në raste të caktuara dhe në cilat institucione përkatëse do duhet të drejtohen. Gjatë kohë brenda në kuadër të organizatës operonte një qendër ditore për fëmijët të cilët nuk janë të kyçur në procesin arsimor. Megjithatë, 2 vitet e fundit për shkak të kushteve në ambasadë, ne jemi në një objekt të vjetër, edhe me qendrën ditore fizikisht kishin problem me lagështi e kështu me radhë, kështu që nuk e pam të arsyeshme që të sjellim fëmijë aty, sepse e drejta e tyre për jetë të shëndetshme është më prioritare për momentin. Punojmë në drejtim që të krijojmë kushte që të rihapim qendrën ditore. Megjithatë, këto fëmijë vazhdojnë të vinë, apo familjet e tyre të paktën marrin ndihmë kështu me radhë. Kemi projekte të ndryshme, punojmë shumë në drejtim të arsimimit për paqe dhe përpiqemi të jemi të pranishëm në më shumë shkolla. Kemi një projekt i cili e ka emrin Prisid dhe ky projekt është projekt për arsimim paqësor në qerdhe të ndryshme, bashkëpunojmë me qerdhe të ndryshme dhe programi ku punoj unë për arsimin paqësor, me të cilin kryesisht punojmë me shkollat të mesme, por si faz pilot përpiqemi që të punojmë edhe me shkolla fillore, të shohim se si do shkojë dhe të kemi një shtrirje më të madhe. Edhe ka edhe projekte të ndryshme dhe aktivitetet të ndryshme që kanë të bëjnë me prindërit përgjegjshme. Punojmë me këshillat prindëror, me shkollat të ndryshme, bashkëpunojmë me kompani të përgjegjshme shoqërore dhe për momentin nga që kontekstin në të cilin jetojmë, kriza e refugjatëve është ekzistuese, është shumë e nevojshme që të punojmë dhe në atë drejtim. Fillimisht, kjo punë ishte kryesisht humanitare, falë donacioneve të qytetarëve, ndërsa kohëve të fundit përpiqemi të gjejmë mënyra të tjera që përveç ndihmës humanitare e cila është më e nevojshme, të punojmë edhe në drejtime tjera, të aktualizojmë si temë, të bisedojmë si çështje dhe të ngrejmë vetdijen shoqërore se këtu afër nesh, ca kilometra më larg. Ne kemi njerëz të cilët kanë një gjendje shumë të vështirë. Jemi në Tabanot një herë ose 2 herë në javë dhe punojmë drejt për së drejti me fëmijët refugjatë. Si ju shohin ata fëmijë kur jeni ju atje? Nga që zjat kjo gjendje edhe kufijt janë të mbyllur, varet. Ajo është praktikisht burg i hapur për fat të keq. Janë të rrethuar me tela
edhe shoh që energjia ka rënë pak sa, gjendja është duke zgjatur edhe nuk shihet tash së shpejti ndonjë rrugdalje të paktën në kohën në vijim, kështu që durimi ka rënë paksa, edhe rastis kemi përvoja të ndryshme. Megjithatë, edhe përpiqemi që të gjejmë aktivitete të cilat do mund t'i punojmë bashkë, për fat të keq ne nuk e njohim gjuhën, të cilën ne flasin ata, megjithatë kur do njeriu të komunikojë edhe kur do të merret vesh, përdor gjuhë trupi, vizatim, loja me plastelin, lojra me top, varësisht qarë na ofrojnë edhe kushtet atmosferike ndonjëherë, po që se do duhet punonim jashtë ose brenda, po mendoj që ju vjen mirë një kontakt nga jashtë, që nuk është vazhdimisht aty në kamp, sjell energji të re, edhe për fëmijët, edhe për të rriturit, edhe për qindra njerëzit të cilët janë në kampet për të ndihmuar edhe për qenë aty vazhdimisht. Unë i përshëndes nga që kam rastin, sepse bëjnë vërtet punë të palodhshme. Vetëm sa po e thej se edhe për ne të rriturin, ndoshta një gjë e re, një person i ri ndonjëherë bën që ditat të shkojnë ndryshe dhe një bisedë ndoshta e rastit e len ato kushte në të cilat ndodhen ata, dhe ju përgëzoj për punën e palodhshme që bëni në vazhdimsi. Do doja pak të ndalemi edhe në këtë doracak, të shpjegojmë parafërsisht se çfarë do ndodhet aty dhe kujt i dedikohet të në shkurt. Doracaku e ka emrin Gjithë ne jemi fëmijët kësaj bote dhe si të bisedojmë me nxënësit rreth krizës së refugjatëve. Është botim i bërë nga ambasada jonë dhe është në 2 gjuhë, nga njëra anë kemi, nuk e di po që se shihet në gjuhën shqipe dhe nga ana tjetër në gjuhën maqedonase. Ky doracak është i punuar nga aktivist nga Kroacia, të cilat e kanë bërë këtë, ne në rastisi ta shohim edhe i kontaktuam me njëherë për t'i pyetur po që se ka mundësi që t'na japin të drejtat e autorëve, ju treguam për idenë që kemi, kështu që bëm përkthtimin në gjuhët lokale që janë këtu, të komuniteteve më të mëdha, për fat të keq nuk patëm mundësi që ta përkthejmë edhe në turqisht, në serbisht, edhe në gjuhët bosnjakishte, gjuhët tjera të cilët janë prezente në vendin tonë. Dhe ky doracak në fakt është një tentativ për të ngritur çështjen e refugjatëve në përditshmërinë tonë. Për fat të keq ne ndodhemi në gjendje krize vazhdimisht, edhe për shkak të turbullirave, trazirave, ngjarjeve të cilat ndodhin këtu, shpesh tema e refugjatëve ngelet disi anësh. Ngelet në nhije, edhe për ne është të rëndësishme që të krijojmë hapësira në mënyrë konstruktive, të diskutohet me nxënës, që nga mosha më e vogël deri tek teenager, do me thënë deri më tek të rinj, për gjendjen në cilën ndodhen refugjatët, për arsyet përse ndodhen, për shkak se siç rritet koha edhe siç nisi të shtohet vala e refugjatëve dhe të rritet numri, u rritën edhe tendenca ksenofobie, tendenca frike, se çfarë do ndodhi, kishte frikë për ndryshime demografike të shtetit, kështu me radhë. Dhe ajo që të donim ne është të nxisim empati tek njerëzit, që pavarësisht dallimeve të dimë se këto njerëz janë vërtet në një gjendje të vështirë dhe të shohim se çfarë mund të bëjmë, të paktën t'u lehtësojmë këtë rrugëtim. Është i ndarë në disa njësi, varësisht nga mosha e nxënësve, do me thënë ka që nga mosha 7 deri në moshën 18, dhe varësisht se si janë njësi dhe varësisht nga mosha, mënyra në të cilën diskutohet është edhe më komplekse, edhe më e ngjeshur, ndërsa sa i përket moshave më të vogla, përpiqemi që përmes lojës t'ua bëjmë me dije që ka edhe fëmijë të tjerë, këtu shumë afër, disa kilometra larg, të cilët kanë fatin e tillë, të diskutojmë rreth arsyeve,
rreth luftrave të cilat ndodhin për momentin edhe çfarë mund të bëhet për të përmirësuar gjendje. Keni pasur ndoshta ndonjë rast kur gjatë ndonjë bisede me nxënëse keni pa që vërtet nuk e kanë idenë për një gjendje të tillë? Është çështje aktuale që në vazhdimsi e shohim edhe në televizion, siç e thej tash kohëve të fundit disi sikur është në hije mirë, po e kemi pasur në vazhdimsi në për televizione, programe të ndryshme, si temë dhe a ka të tillë që vërtet nuk e kanë idenë për gjendjen e tillë të fëmijëve ndoshta të tjerë. Ky doracak është kryesisht i dedikuar për arsimtar, të cilët punojnë me nxënësit. Edhe këto arsimtar të cilët punojnë në këto tema e bëjnë edhe pa doracak. Do me thënë, ne keshim raste në cilat arsimtar me cilat bashkëpunojnë ose cilat janë të kyçur në programin për arsimin për paqe, në mënyrë të strukturuar bënin punëtori për solidaritet dhe përpiqeshin që përmes shembujve kur është treguar solidaritet për ne, ta lidhim me rastin e refugjatëve sot, se si solidariteti është i rëndësishëm, do me thënë nuk flasim për mëshirë, por flasim për solidaritet, për përgjegjësi njerëzore, për t'i dhënë ndihmë dhe mbështetje njëri tjetrit në raste të këqija. Kështu që kemi patur raste nga më të ndryshme, ose të paktën arsimtarët të cilët kanë punuar, na raportojnë për raste të ndryshme. Kemi raste kur prindrit nuk i lejojnë fëmijët e tyre që të marrin pjesë në një punëtori që ka të bëjë me refugjatët, nga që rastisht që kjo temë të perceptohet si frikë, se çfarë do ndodhi pastaj, po që se këto njerëz e vërshojnë shtetin tonë. Edhe mungesa e informacioneve të sakta mendoj që e rrit këtë frikë edhe i rrit spekulimet për ta. Do me thënë, ne gjatë kohës kur lëviznin akoma dhe kur ishin kufin të hapur, ekzistonin paragjykime nga më të ndryshmet, për shembull se ato sjellin epidemi të ndryshme, se sjellin sëmundje të ndryshme, kështu me radhë. Në ato kohë kur fliteshte për gjëra të këtilla, nuk ishte edhe një rast të regjistruar në të cilin ka rastisur që refugjatët të sjellin, për shembull, apo të ketë raportuar se ka ndonjë me sëmundje. Nuk ka, me sa ndihun. Me sa ndjekim nuk ka akoma, po kryesorja paragjykimet edhe spekulimet e tilla qarkullojnë. Dhe ajo që ne përpiqemi të bëjmë është që të krijojmë hapësira për diskutim. Albulina, do toja pikrisht as derisa ishte dhe kjo bisedë sa i përket prindërve dhe fëmijëve, dje kam asur në një rast që më beso se nuk më është besuar ajo që e kam parë me sytë e mi dhe vetëm ishte një prind të pavarësisht nacionalitetit nuk e di për arsye se ishim pak më larg dhe një fëmijë rom lipsar i afrohet afër fëmijës së tij, së saj dhe në një moment vërtet në një mënyrë vërtet të keqe ka fëmijën e vet shtyn fëmijën tjetër dhe largohet nga vendi. Dhe sa ndoshta edhe ju si organizacija ambasad keni hasur në diçka të tillë, në shtyrje apo një moment të tillë, që mu personalisht më preku shumë dhe unë ndjeva vërtet e shtangur nga ajo që pash dje. Për fat të keq, gjendja e fëmijëve të cilët janë në rrugë apo të paktën e quajmë fëmijë të cilët nuk janë të kyçur në procesin arsimor është vërtet shumë e vështirë. Për fat të keq, ne akoma nuk arrim si shoqëri që të gjejmë zgjidhje sistematike për të zgjidhur këtë problem, i cili është shumë kompleks edhe është në nivellet të ndryshme kompleks. Ky rasti që përmendet ti është për fat të keq përditshmëri. Këto fëmijë janë zakonisht të marginalizuar, të shtyr anësh, të papranuar nga shoqëria. Nuk i kanë mundësitë e njëjta. Pozitën startuese nuk e kanë të njëjtë me fëmijët e tjerë. Do të thënë, ne ekzistojmë në një sistem ku në shikim të parë mendojmë që mundësitë janë të barabarta për të gjithë dhe varësisht se sa dikush do të përpiqet, sa do të mundohet, vetëm nga ai njeri varet se sa do të jetë i suksesshëm në jetë. Edhe ajo që shohim ne në teren, shohim që kjo nuk ka të bëjë me të vërtetën. Shohim pozita startuese të ndryshme, shohim nga njëra anë njerëz të privilegjuar, nga ana tjetër njerëz të cilët
varen nga mëshira e tjetrit për kafshatën e gojës. Edhe për fat të keq, këto fëmijë akoma vazhdojmë të shohim në rrugë, të cilët luftojnë për ekzistencën e tyre, edhe shpresoj që si shoqëri, institucionet përkatëse, ne apelojmë vazhdimisht në lidhje me këtë temë, të ndërmarrin masa që ky problem të zgjidhet. Do me thënë që i pendima sociale më të mëdha prindërve të tyre, t'ju ofrohet një jetë dinjitoze. Do me thënë, ne nuk kërkojmë luks, kërkojmë nevoja bazë një jetë dinjitoze. Flasim për ujë të pishëm, për tualet të pastër, flasim për kulm mbi kokë. Sepse shpesh, edhe për ato që arkullojnë para gjykimet se kjo është mënyra më e lehtë, se janë përtatë, se këto e kanë stil jetese, jetojnë sot për nesër. Do të thënë, varfëria, skamja, mjerimi, nuk është stil jetese, është padrejtësi sociale, është diskriminim strukturor, sistematik i cili ju është bërë komunitetit rom, me që flasim për ta, vite me radhë në vazhdimësi. Dhe për fat të keq vazhdon ky lloj diskriminimi nga anët më të ndryshme, dhe kjo shifet në nivelet ndryshme, qoftë nga shtyrja, nga përqeshja, nga nënçmimi, e cila ju bëhet në baza ditore. Dhe kjo është e papranueshme, ne si shoqëri duhet të punojmë, edhe kjo ka qenë rasti mirë, që ky fëmijë, për shembull, unë sikur të kisha fëmijë tash pak palidhje të flasë, unë nuk kam, po që se të kisha, se ja kam një përmesa. Unë do doja që ato t'jenë kureshtarë, të ndisë kureshtjen për njerëzit e tjerë. Që kjo ka qenë hapësirë e mirë që ai fëmijë të shohë se ka edhe fëmijë të tjerë të cilët nuk i ka mundësitë që i ka. Edhe me fuqinë që kanë njerëzit, kanë edhe përgjegjësinë për të mbështetur njerëzit e tjerë. Në rregull, Alblina, është një bisedë, një temë që vërtet do të kisha dashur ta vazhdojmë edhe 2-3 orë në mënyrë që ndoshta të kontribuojmë pak në ngritjen e vedjes në shumë gjëra, po gjë që do ta bëjmë një radhë tjetër në një temë më të gjerë se kjo e sotshme. Faleminderit shumë që ishe pjesë e jona sot dhe ne shihemi sërish. Shumë për ftesën. Ishte kjo biseda e cila vërtet ishte një bisedë ndoshta edhe prekshme, po as e dëmshme, dhe e cila ndoshta me mesazhin e saj Albulena arriti të